Ne kemi mbledhur në shkrime në fakt për të miratuar statusin e minatorit, duke është iniciuar nga angazhimi jon në Bulqiz dhe jemi drejtuar parlamentit duke kërkuar disa të drejtash për minatorët. Ato kohë institucionet e kanë kaluar çështje sa nga një institucion tjetër dhe parlamenti në fakt, i cili ne ja kërkuam, nuk ka mbajtur nga minatorët, kërkohet nga Lëvizja e Bashkë. E mendojmë të drejtë për arsyen sepse duhet njohur kontributi dhe puna për një kategori e cila bën punën një nga punët më të vështira në Shqipëri dhe duhet të ketë një diferencim për sa i përket pensionit të tyre, daljes në pension, përfitime që mund të kenë dhe familjarët e tyre, të cilat ne i diskutojmë shpeshherë si pjesë e rëndësishme për të përfshirë. Një pjesë e minatorëve kanë humbur jetën nëpër galeri dhe familjet e tyre kanë ngelur mes katër rrugëve pa familjarën e tyre, por mbi gjitha dhe pa mbështetje nga ana e institucioneve. Është një pagesë që thuhet që bëhet për jetën që këta minatorë humbin, por kryesisht nuk është se përfundon që të merret. Kështu që ne quajmë të rëndësishme që ta vazhdojmë ta kërkojmë miratimin e statusit të minatorit dhe do të jetë pjesë e kësaj platforme dhe këtyre pikave që ne përmendëm sot.